Territori shqiptar për datën 19 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me vranësira dhe intervale të shkurtra me diell në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga mot i vrenjtur në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja pritet të sjellë kthjellime të përkohshme dhe vranësira të pakta kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulëta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 dhjetor do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 15 gradë Celsius. Bera, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius.